Kandidati për kryetar të komunës të Arcës nga radhët e koalicionit Vlen Daut Memishi do të jetë kryetari i ri i kësaj komune. Në zgjedhjet e djeshme Memishi ka marrë 5247 vota, ndërsa Nazim Taipi nga Aleanca Kombëtare për Integrim ka marrë 3855 vota. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryetari i ardhshëm i komunës të Arcës falenderoi të gjithë për mbështetjen, duke veçuar rinin dhe mërgjimtarët. Unë sonte do t'ju falenderoj nga zemra gjithë banorët e Pollogut, në veçanti komunën time, komunën e të Arcës, ku pas 22 vitesh ju kthehet qytetarëve, Zhelina, Bogovina, Bervenica dhe gjithë niveli republikan. Mos ta haroj rinin në asnjë moment energjinë pozitive që na keni dhënë këto zgjedhje, por në veçanti kam një përshëndetje jo vetëm nga zemra, por edhe nga shpirti, për mërgatën e cila zbriti në ditën e votimeve dhe e bëri ndryshimin historik në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj dhe gjithmonë ju ftoj që kështu të jemi të bashkuar, një zë mu ashtu si e kemi pasur fushatën dhe të jemi sa më pozitiv, ju e dhatë besimin tuaj. Nga dita e nesërme na takon neve ta tregojmë vetveten atij ku do të qeverisim ne. Për sa i përket Këshillit Komunal në Të Arcë, koalicioni Vlen ka marrë 4433 dhe do të ketë 8 këshilltar. Aleanca Kombëtare për Integrim ka marrë 3375 vota dhe do të ketë 6 këshilltar dhe VMRO DPMNE do të ketë 1 këshilltar.